është makina që viziton rrugën tuaj çdo javë. Një rënqetje familjare, një krah mekanik që glabëron kontiner të tërë dhe largohet i ngarkuar me sekretet tuaja më të rëndomta. Por pas këtij rituali të përditshëm, fshihet një operacion i forcës bruto, inxhinierisë së pistë dhe teknologjisë së përparuar që nuk e shihni kurrë. Çfarë ndodh vërtet brenda atij monstre prej qeliku, pasi gëltit plerat tuaja? Sot jo vetëm që do ta hapim për të marrë vesh se çfarë ndodh brenda tyre, por do t'ju tregojmë se pse kamionët e plerave modern janë më magjepsës dhe brutal nga sa e kishit imagjinuar ndonjëherë. Klasiku i pashkaterueshëm. Ngarkuesi i pasme manual. Ky është portreti origjinal i grumbullimit. Ngarkuesi i pasme manual është legjenda e gjallë, kamioni që nuk varet nga qarqet, por nga muskujt dhe sinkronizimi njerëzor. Dizajni i tij është një dëshmi e thjeshtësisë. Një kabinë, një kontiner i madh drejt këndor dhe një derë e pasme e hapur si një portal drejt brendësisë së mostrës. Këtu nuk ka robot. 2 ose 3 punëtor ecin pranë automjetit, kapin qese të zeza, tërheqin kontiner dhe me një lëvizje të harkuar dhe të fuqishme hedhin beturinat në humnerën e hinkës. Është një balet i përpjekjes së pastër fizike. Por magjia, ose më mirë forca bruto, fillon sapo mbeturinat janë brenda. Në pjesën e poshtme të asaj hapjeje të pasme, e fshehur nga shikimi i thjeshtë, ndodhet zemra e kësaj makine. Pllaka ngjyrëse. Është një pllak prej qeliku masiv, e vënë në lëvizje nga cilindra të fuqishëm hidraulik. Puna e saj është metodike dhe brutale. Pas çdo pak hedhjeve nga punëtorët, shoferi aktivizon sistemin nga kabina e tij. Pllaka shfaqet nga poshtë duke fshirë të gjithë hinkën e pasme me një forcë të pandallshme. Jo vetëm që shtyn beturinat e lira drejt trupit kryesor të kamionit, ajo i shtyp ato pas ngarkesës që është tashmë brenda, duke i ngjeshur në një masë gjithnjë më të dendur. Është si një piston gjigant që cikël pas cikli po ndërton një mur beturinash. Dominimi i tij është terreni i vështirë, lagje me rrugë të ngushta, parqe ku kamionët e mëdhenj nuk hyjnë, zona ku automatizimi nuk është fitimprurës. Nuk është më i shpejti, as më teknologjiku, por është më rezistenti, ai që mund të vazhdojë të punojë kur sistemet më komplekse dështojnë. Është këmbësori detar i shërbimit të mbeturinave, i besueshëm edhe në kushtet më të çrregullta. Krahu robot, ngarkuesi tanësor automatik. Evolucioni erdhi me një krah. Ngarkuesi anësor automatik është hapi kuantik që eliminoi nevojën që një njeri të prek fizikisht mbeturinat. Këtu, kamioni është një predator i vetmuar. Ka nevojë vetëm për një shofer që ta udhëheq me saktësi milimetrike pranë trotuarit. Protagonisti është një shtojcë mekanike e montuar në anën e djathtë të automjetit, një kombinim i kranit, kthetrës dhe sensorit. Preja e tij, kontiner të standardizuar me qipa RFID ose kode specifike. Procesi është hipnotikisht efikas. Kamioni ndalon pranë kontinerit. Një sistem kamerash dhe sensorësh e identifikon dhe e rreshton atë. Atëherë, krahu robotik shtrihet. Darët e tij mbyllen me siguri rreth skajeve të kontinerit, e ngren atë pastër mbi kamion, e kthejnë përmbys mbi hinkën anësore për ta zbrazur plotësisht dhe e kthejnë me butësi në pozicionin e tij eksakt në tokë. E gjitha në më pak se 30 sekonda, pas përkatje, pa qese të grisura në trotuar. Por brenda kësaj kategorie ka 2 filozofi të ndryshme të ndara nga një oqean. Në Shtetet e Bashkuara, krahu anon të jetë më i madh dhe më i fuqishëm, i projektuar për të manipuluar kontinerët gjigant me rrota prej 90 ose 300 litrash që janë standard në periferi dhe tregti. Është një sistem force për një vend me distanca të mëdha dhe vëllime të mëdha. Në Evropë, veçanërisht në qytete me rrugë që janë relikte mesjetare, dizajni është i ngjeshjes dhe saktësisë ekstreme. Krahët janë më agjill, kamionët janë më të ngushtë dhe kontinerët zakonisht janë më të vegjël dhe janë më mirë të integruar në peizazhin urban. Efikasiteti i sistemit evropian shpesh është më i lartë në rrugë të dendura, por kostoja filestare e flotës dhe infrastrukturës së kontinerëve inteligjent është një barierë e madhe. Ky është trade-offi përfundimtar, një kosto kapitale shumë e lartë në shkëmbim të një reduktimi drastik të fuqisë punëtore, një shpejtësi grumbullimi mbresëlënse dhe një proces dukshëm më të pastër. Është automatizimi në shërbim të higjienës urbane. Ngarkuesi ballor dhe kamionet roll-off.
Kur mbeturinat pushojnë, së qeni qese shtëpiake dhe kthehen në tonelata mbetjesh, mobilje të vjetra ose mbetje tregtare, hynë në sken titanët. Ngarkuesi Balor është mbreti i padiskutueshëm i parkingeve të qendrave tregtare, zonave industriale dhe ndërtesave të mëdha të apartamenteve. Dizajni i tij është i pashkëmbyeshëm. Mbi kabinë mban një pal pirun masiv, si ata të një pirun ngrici, por në shkallë monstruoze. Kamioni nuk i afrohet mbeturinave. Mbeturinat e presin atë në kontiner metalik me madhësinë e një kamioni të vogël. Shoferi rreshton pirunët me shinat e kontinerit, i fut ato dhe me një ngritje të butë hidraulike ngre të gjithë marsin, i cili mund të peshoj më shumë se 1 tonelat i plot mbi kokën e tij. Pastaj e kthen mbi një hing të vendosur pas kabinës, duke zbrazur përmbajtjen e tij në një zhurmë rënojash dhe plastike. Është pastër demonstrim force. Por ka një tafërm edhe më të specializuar, kamioni roll-off. Ky automjet heq dorë plotësisht në ngjeshja. Është esencialisht një rimorkio e rëndë me një sistem të fuqishëm tundumbaçe dhe një platformë të pjerrët. Puna e tij është të transportojë kontiner të hapur, shpesh me madhësinë e një dhome të vogël, të përdorur në vepra ndërtimi, rënime ose evente të mëdha. Procesi është i thjeshtë dhe efektiv. Kamioni arrin bosh, shtrin disa krah, mbërthen kontinerin bosh dhe e tërheq mbi platformën e tij. E transporton në vendin e punës, ku mbushet me rënoja. Pastaj kthehet, zbret kontinerin e plot duke u rrokullisur nga platforma, e lën në tokë dhe merr një tjetër bosh. Nuk ka kompresim, nuk ka përpunim. Është logjistikë e pastër. Lëvizja e vëlimeve kolosale të materialit nga një pikë A në një pikë B. Këta gjigant nuk përshkojnë në rrugë rezidenciale. Janë bishat e ngarkesës që operojnë në prapaskenën e qytetërimit, duke menaxhuar mbetjet që gjeneron ndërtimi dhe industria në shkallë të gjerë. Kamionet me 2 dhe 3 kompartimente. Ndërsa disa kamion specializohen në forcë, të tjerët e bëjnë këtë në saktësi dhe ndarje. Kamioni me kompartimente të shumta është përgjigjja fizike ndaj obsesionit në rritje për riciklimin. Është një automjet i vetëm që bën punën e 2 ose 3-ve. Nga jashtë mund të duket si një ngarkues ansor ose i pasëm konvencional. Nga brenda është një labirint inxhinierie. Një ndarës gjatësor prej qeliku ndan trupin kryesor në dhoma hermetike dhe të pavarura. Një për mbetjet organike, një tjetër për ambalazet e lehta, plastik, kanoqe, brik, dhe një tjetër për fraksionin e mbetur, atë që nuk riciklohet. Disa modele të avancuara në Evropë madje kanë një kompartiment të 4 për qelqin. Si funksionon magjia logjistike? Varet nga sistemi i mbledhjes. Në modelin më të avancuar, qytetarët kanë kontiner me ngjyra të ndryshme. Krahu robotik i kamionit, i pajisur me një lecues optik, identifikon ngjyrën e kontinerit, e zbraz atë dhe drejton automatikisht mbeturinat drejt dhomës koresponduese përmes dyerve të brendshme të kontrolluara nga software-i. Çdo dhomë ka sistemin e vet të ngjeshjes të pavarur, në mënyrë që kartoni të mos përzihet me mbetje të ushqimit. Ky nivel sofistikimi është më i zakonshëm në qytete evropiane si Berlini, Stockholmi ose Barcelona, ku ndarja në origjinë është e rrept dhe infrastruktura është e pjekur. Në Shtetet e Bashkuara, adoptimi është më gradual dhe i fragmentuar, shpesh duke u parë në komunitete me ndërgjegje ekologjike shumë të përcaktuar ose në programe pilot të qyteteve të mëdha. Sfida nuk është vetëm teknike, është e edukimit qytetar dhe investimit masiv në kontiner dhe flota. Por përfitimi është monumental. Një udhëtim i vetëm i kamionit mbledh, ndan dhe parangjesh 3 rrjedha mbetjesh të ndryshme, duke kursyer karburant, kohë dhe kontaminim të kryqëzuar. Është kamioni i plerave i menduar jo për të fshehur ndyrësinë, por për ta klasifikuar atë dhe për t'i dhënë një jetë të re. Mekanizmi i ngjeshjes. Si funksionon vërtet? Përtej metodës së ngarkimit, qoftë me një krah, një lopat apo disa punëtor, pothuajse të gjithë këta kamion ndajnë një organ vital të brendshëm, sistemin e ngjeshjes. Është procesi që transformon malet me mbeturina të lira dhe voluminoze në një blok të dendur dhe të menaxhueshëm. Imagjinoje si një sistem tretës mekanik me 3 pjesë. Së pari, hinka. Është goja e monstrës. Një zgavër prej qelikut të përforcuar, shpesh me mure të pjerta, ku mbeturinat bëjnë hyrjen e tyre filestare. Këtu gjithçka është kaos. Pastaj vjen ngjeshësi ose sweep blade.
është stomaku dhe muskujt. Është një plak qeliku masive, her pas here me dhëmb ose skaje të topitura, e vënë në lëvizje nga cilindra hidraulik që punojnë me presione që do të bënin të zbehej një ekskavator. Lëvizja e tij nuk është vetëm shtutje, është shtupje. Pas mbledhjes së një ngarkese në hing, kjo plak përparon me një forcë që mund të arrijë 30.000 pound. Nuk i shtyn mbeturinat e reja kundër ajrit, i shtyn ato kundër masës tashmë të ngjeshur që ndodhet në trupin kryesor, duke ushtruar një presion kolosal. Kartoni kthehet në flet, shishet plastike shpërthejnë dhe palosen, drurit qiflohet, kanoqet palosen si letër alumini. Përfundimisht, trupi ose kontineri kryesor është zor ku formohet dhe ruhet bloku. Këtu, shtres pas shtrese, mbeturina të shtupura po grumbullohen, duke formuar një solid, pothuajse homogjen. Sistemet variojnë. Ngjeshësit me plak lëkundse bëjnë një lëvizje fshirëse dhe pastaj ngrihen për t'u tërhequr. Sistemet me panele rrëshqitës i shtyjnë mbeturinat në një lëvizje të drejtë dhe të fuqishme. Dhe më agresivët, ngjeshësit me vid, përdorin një vid gjigante pafund rrotulluese, që jo vetëm shtyn, por edhe grin dhe griz mbetjet teksa i fut në trup. Qëllimi i të gjithëve është i njëjti: maksimizimi i densitetit. Një kamion që nuk ngjesh mund të mbante 2 tonelata mbeturina të lira. I njëjti kamion, me një ngjeshje të mirë, mund të mbajë 8, 10 ose edhe 15 tonelata të njëjtit material, duke shumëzuar me 5 efikasitetin e tij për udhëtim. Është ky presion i pamëshirshëm, kjo shtrëngat titani, ajo që lejon që një automjet i vetëm të pastrojë qindra shtëpi para se të duhet të tërhiqet. Është forca bruto dhe inteligjente aplikuar në problemin ton më shtëpiak dhe universal. Ngjeshja është vetëm akti i parë i dramës. Sapo mbeturinat shtupen në rropullit e kamionit, fillon një betejë e heshtur kundër elementeve gërryese, rreziqeve të fshehura dhe një logjistike me saktësi ushtarake. Brendësia e një kamioni plerash modern nuk është një kontiner pasiv. Është një mjedis armiqësor i monitoruar dhe kontrolluar nga teknologjia e krijuar për të zbutur kaosin. Këtu është vendi ku inxhinieria e pistë takohet me teknologjinë e lartë për t'u përballur me sfidat më zmbrapse dhe të rrezikshme të zanatit. Nga lëngu toksik që gërrien qelikun deri te mundësia e një shpërthimi, ky është udhëtimi në anën e errët të grumbullimit. Likiviati dhe beteja kundër kalbjes. Ngjeshja e tonelatave të lëndës organike, mbeti ushqimore, pelena, krasitje kopshti, në një presion ekstrem ka një pasojë të pashmangshme dhe të vështirë: krijimin e likiviatit. Ky nuk është një thjesht ujë i ndotur, është një lëng kimik dhe biologjik lartësisht gërrës, acid dhe kundërmues. Imagjino lëngun e 1 milioni koshave të plerave duke u fermentuar nën presion, i ngarkuar me baktere, acide organike dhe metale të rënda që shkëputen nga objektet e vogla. Ky lëng është armiku i betuar i jetëgjatësisë së kamionit. Nëse mbetet atu, ai gërrën qelikun nga brenda në çështje muajsh, dobëson saldimet dhe prodhon një erë që depërton kudo dhe ndjek automjetin si një mallkim. Inxhinieria moderne bën një luftë në disa fronte kundër tij. Së pari, dizajni i dyshemes. Trupat e kamionëve nuk janë të rafshët, janë të pjerrët drejt kanaleve të kullimit qendror ose ansor, shpesh të veshur me qelik inox rezistent ndaj korozionit. Këto kanale e drejtojnë likiviatin drejt pikave të daljes me valvula të vullosura. Së duti, veshjet dhe vullat. Muret e brendshme mund të kenë veshje epoksi me performancë të lartë ose flet qeliku speciale që refuzojnë ngjitjen dhe korozionin. Livjet e të gjitha djorëve dhe paneleve lëvizëse janë të vullosura me goma me densitet të lartë që parandalojnë ikjen e lëngut dhe pikimin nëpër rrugë, një problem i njohur si të qarët, që është një makth për imazhin publik dhe gjobat. Së treti, neutralizimi. Disa flota të avancuara, veçanërisht në Evropë, përdorin sisteme spërkatjeje automatike që hedhin agent deodorues dhe bioenzimatik në dhomën e ngarkimit. Këto produkte jo vetëm që mbysin erën, por gjithashtu fillojnë të zbërthejnë lëndën organike, duke reduktuar aciditetin e likiviatit. Beteja kundër këtë lëngu të kalbjes është konstante dhe përcakton diferencën midis një kamioni që zgjat 5 vjet dhe një që mban 15. Senzoret dhe kamerat e brendshme.
Dekada më parë, shoferi e dinte se kamioni ishte plot vetëm kur mbeturinat fillonin të derdheshin nga hinka. Sot, brendësia e bishës ka një sistem nervor digital. Kamerat e vëzhgjimit të brendshëm janë tani një pajisje zakonshme, veçanërisht në kamionët e riciklimit dhe ata të kategorisë së lartë. Nuk janë për të spionuar, janë mjete diagnostikimi dhe sigurie kritike. Një kamerë që synon hinkën i lejon operatorit të shohë nga kabina nëse një objekt voluminoz ose një qese e vendosur keq po pengon mbylljen e saktë të derës ose po bllokon kalimin drejt ngjeshësit. Por funksioni i tij më vendimtar është zbulimi i materialeve të rrezikshme. Një kamerë me definicion të mirë mund të paralajmërojë për praninë e një monitori kompjuteri, një bateri e litiumit të frurë, një bidoni me kimikate ose një fikseje zjarri. Të gjithë këta artikuj që mund të shkaktojnë zjarre, shpërthime ose të kontaminojnë ngarkesa të plotë riciklimi. Së bashku me kamerat, senzorët e peshës dhe presionit punojnë pa pushim. Senzorët e ngarkesës në shasi matin peshën totale në kohë reale, duke i treguar shoferit një lehtësim në kilogram ose pound në një ekran. Edhe më të sofistikuar janë senzorët e presionit hidraulik të sistemit të ngjeshjes. Kur bloku i mbeturinave në trupin kryesor arrin një densitet maksimal, presioni i nevojshëm për të vazhduar ngjeshjen rritet ndjeshëm. Senzori detekton këtë kulm dhe dërgon një alarm dritash dhe zanor. Ngarkesa e plot. Kjo saktësi shmang mbi ngarkesat që dëmtojnë pajisjen dhe optimizon çdo udhtim, duke u siguruar që kamioni të mbajë saktësisht kapacitetin maksimal të sigurt në çdo itinerar drejt landfillit. Kamioni nuk është më një kutje zezë, është një sistem transparent dhe i matshëm. Sistemet e sigurisë ekstreme. Një kamion plerash është në esencë një presë hidraulike gjigante me rrota. Dhe ajo forcë që mund të modelojë metalin nuk bën dallim midis një frigoriferi të vjetër dhe një krahu njerëzor. Aksidentet, ndëse të rralla, janë katastrofike. Për këtë arsye, siguria nuk është një karakteristik, është një obsesion i dizajnit. Linja e parë dhe më e qartë e mbrojtjes janë paralajmërimet fizike, tabela gjigante rrezik, mos hër, dhe piktogrami ikonik i një siluete që po shtypet nga një pllak të dhëndura në hing. Por paralajmërimet nuk mjaftojnë. Ndërprerësit e ndalimit të emergjencës, stop, janë kudo. Ekzistojnë butona të mëdhenj dhe të kuq, si në pjesën e jashtme të kamionit, në arritjen e një këmsori ose një kolegu. Ashtu edhe në brendësitë e hingës, për një punëtor që për një inspektim mund të mbetet i bllokuar. Aktivizimi i cili do prej tyre ndërpret menjëherë të gjithë energjinë hidraulike duke ngrirë makinën. Siguria perimetrale ka bërë gjithashtu një kërcim. Kamerat e shikimit 360 gradë japin shoferit një pamje ajrore sintetike të mjedisit të tij të menjëhershëm, duke eliminuar pikat e qorave vdekjeprurse pranë rrotave të pasme dhe anëve. Sensorët ultrasonik të afërsisë emetojnë një alarm të shkallëzuar, një bip të butë kur një pengesë është afër dhe një tingull të vazhdueshëm dhe shpures nëse objekti është gati të goditet. Përveç kësaj, trajnimi i personelit ka evoluar. Shoferët dhe punëtorët udhëzohen të kryejnë një inspektim vizual të shpejtë para se të zbrazin kontinerët e mëdhenj. Ata kërkojnë shenja rreziku, fishkëllimën karakteristike të një tanku gazi propan, shkëlqimin metalik të një baterie makine, formën drejtkëndore të një televizori me tub. Në shumë flota, ata kanë autoritet të refuzojnë kontinerët që dyshojnë se përmbajnë materiale të rrezikshme. Është një kombinim i teknologjisë së fortë, sensor, kamera dhe procedurave të buta, trajnim, i krijuar për të mbrojtur si publikun, ashtu edhe punëtorët nga forca e pandallshme që ata vetë kontrollojnë. Ku dhe si shkarkohet monstra? Kur sensori njofton ngarkesa e plote, kamioni nuk drejtohet menjëherë drejt një landfilli të largët. Kjo do të ishte një shpërdorim kohe dhe karburanti. Destinacioni i tij është një stacion transferimi, qendra nervore e fshehur e sistemit të mbetjeve. Këtu kamioni peshohet në një peshore urë, duke regjistruar tonelatën e tij eksakte, të dhëna kuqe për faturim dhe statistika. Pastaj drejtohet drejt një kalate shkarkimi. Është këtu ku zbulohet forma e vërtetë e ngarkesës. Shoferi aktivizon kontrollet hidraulike. Dera e madhe e pasme e trupit të kamionit zhbllokohet dhe hapet lart. Atëherë hyn në veprim paneli dëbues. Ky është një mur çeliku, i ndryshëm nga pllaka ngjeshëse që përshkon gjithë gjerësinë e trupit. Përparon ngadalë, me një forcë të pamas por konstante,
duke shtyr blokun e ngjeshur në mënyrë perfekte të mbeturinave, i cili tani ka formën drejt këndore eksakte të brendësisë së kamionit, drejt jashtë. Mbeturinat nuk bien në copa. Ato rrëshqasin si një brauni gjigant mbetjesh, duke ruajtur kohezionin e tyre, dhe bien në një grop pritjeje ose direkt në rimorkjon e një automjeti transporti të distancave të gjata. Këto rimorkjo, shpesh pa ngjeshje të tyren, janë ato që kryejnë udhëtimin ekonomik drejt asgjësimit përfundimtar, i cili mund të jetë qindra kilometra larg. Dhe cili është ai destinacion përfundimtar? Varet nga gjeografia dhe politika. Mund të jetë një landfill i kontrolluar, ku bloku groposet. Një incinerator ose impjant i valorizimit energjetik, si ato të famshmet në Suedi, ku mbeturinat digjen nën kushte të kontrolluara për të gjeneruar energji elektrike dhe ngrohje për mijëra shtëpi. Ose një impjant klasifikimi dhe riciklimi, ku bloku griset nga makinerit për të shpëtuar metale, plastik dhe materiale të tjera të vlefshme. Kamioni i grumbullimit është vetëm hallka e parë, bledhësi, i një zinxhiri logjistik masiv dhe kompleks, që vendos destinacionin e fundit të gjithçkaje që ne hedhim. Kamionet elektrik dhe inteligjenca artificiale. Ulërima dizel dhe kundërmimi i shkarkimit janë të dënuar të zhduken nga rrugët rezidenciale. Avangarda është tashmë elektrike. Kamion plerash 100% elektrik po operojnë në qytete nga New Yorku deri në Madrid. Avantazet e tyre janë transformuese. Zero emetime në pikën e përdorimit, një heshtje pothuajse fantazmagorike, dëgjohet vetëm zhaurima e lehtë e pajisjes hidraulike dhe motorit elektrik, dhe një reduktim brutal në ndotjen akustike duke lejuar grumbullime nate pa shqetësuar gjumin e fqinjve. Autonomia që ishte një shqetësim nuk është më aq shumë. Itineraret e mbledhjes janë të shkurtra, të parashikueshme dhe kamionat mund të rikarikohen në bazë gjatë natës. Por elektrifikimi është vetëm hapi 1. Horizonti tjetër është autonomia. Prototipe dhe prova pilot, kryesisht në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, po eksplorojnë kamion plerash me nivele automatizimi 4. Imagjino skenarin, një kamion elektrik dhe i heshtur del nga depoja në Agjim. Sistemi i tij lidar, kamerat e kompjuterizuara dhe radarët hartëzojnë mjedisin në 360 gradë. Një inteligjencë artificiale, e trajnuar me miliona imaze, njeh kontinerët standard të qytetit, dallon ngjyrën e tyre, organike, plastik, letër, dhe llogarit pozicionin eksakt për kraun robotik. Kamioni ndalon automatikisht pranë çdo kontineri. Krahu shtrihet dhe zbraz. Sensorët e brendshëm monitorojnë ngjeshjen dhe automjeti vazhdon në pikën tjetër, të gjitha pa një shofer në timon. Një mbikëqyrës njerëzor mund të monitoronte një flotë të këtyre automjeteve nga një qendër kontrolli. Është ëndra e efikasitetit maksimal, një shërbim mbledhje që operon me saktësi orëndrejtësi, redukton kostot e punës dhe integrohet në mënyrë perfekte në qytetin inteligjent. Kamioni i plerave, dikur automjeti më i zhurmshëm dhe ndotës i lagjes, është i destinuar të kthehet në më të heshturin, më të pastrin dhe më inteligjentin. Kështu që, herën tjetër që ai gjigant familjar të kaloj para shtëpisë tënde, kujto çfarë mban vërtet brenda. Nuk është vetëm një grumbull mbetjesh, është një lekcion i fizikës së aplikuar, ku 30.000 pound presion e kthejnë kaosin në rregull. Është një fushë betejë kimike, ku inxhinieria lufton likiviatin gërrës. Nuk janë plera ato që transporton. Është inxhinierie pastër që rrotullohet në mënyrë diskrete nëpër rrugën tënde.